Në vitin 1994, në një fshat të thellë të Elbasanit, ndodhej një shtëpi e braktisur përballë varrezave të vjetra të fshatit. Banorët e quanin shtëpia e mallkuar dhe askush nuk guxonte të kalonte pranë saj pas perëndimit të diellit. Thuaj se familja që kishte jetuar aty ishte zhdukur brenda një nate dhe se zërat e tyre dëgjoheshin ende brenda mureve. Një djalë i ri, Arjani, që ishte kthyer nga Greqia për pushime, sfidoi legjendën dhe vendosi të kalonte natën aty. Ishte një natë e errët, pa hënë, kur ai hyri në shtëpi me një batanie dhe një dritë të dobët. Fshatarët e pan nga larg teksa hynte dhe askush nuk guxoi t'i afrohej. Në mëngjes, Arjani u gjet në obor, i shtrirë, me fytyrën të mbuluar nga gjaku që i dilte nga veshët dhe syt. Ai nuk fliste më. Sipas familjes, vetëm pas muajsh terapie tha një fjali. Ai ishte aty tek cepi i dhomës, më tha se nuk do të dalë më kurrë.